momentet të vështira kur në jetën tonë shohim errësirë, mund thoja që ajo e cila na jep më shumë dritë dhe dëshirën për ta parë atë është nëna. Dhe një nga nënat e mira sot ka ardhur në studio pikërisht për t'i dhënë dritë fëmijës saj. Është nën Shiretja. Përshëndetje. Mirë se vjen. Përshëndetje. Si jeni? Si jeti? Mirë. A jeni mirë? Shumë mirë. Përshëndetje. Urdhëroni. Që t'japësh dritë, duhet të kesh dritë. Dhe ti na ka ardhur gjithë dritë sot në studio. Po, faleminderit, përshëndetje. Faleminderit ju që na keni shkruar Po. dhe që jeni dhe bëni pjesë e programit dhe doni që të ndani bashkë me ne ato shpeshherë edhe probleme, të cilat i rregullojmë së bashku apo jo. Po, normal, prandaj jemi drejtu emisionet juaj, Shumë faleminderit. edhe publikut na mbështes. Po ti, hajde ta nisim bashkë njerë, që nga fillimi. Që nga fillimi, unë quhem Shirete. Aha. Jam një familje e lumtur me bashkëshortin, kam 4 fëmijë, jam shumë e lumtur, por arsyeja që më ka sjell këtu është vajza e vogël, quhet Sidorela. Ajo është 22 vjeçe. Ishte lumturia jonë, se dhe prindri asnjëherë nuk i nda fëmijët. Ajo na e mush të shpinë gjithmonë më gëzim. Në klasë 4, Sidorela ishte shumë vajzë e talentume faktike, vajza e familjes që kishte talent, më shumë talentin që e kishte për vallët popullore. Për të kërcyer dhe aty ajo bën edhe prezantuese më duket. Edhe prezantuese, po. Kërcete, ishte shumë e lumtur, shumë e talentume, nifi shumë në shkollë, e shoqëroshin fëmijët. Për sa vite vazhdoi kjo Ajo e vazhdoi histori, le të themi, kjo dashuri me vallën popullore, me ansamblin, vazhdoi deri energjisë në saj. moshën 17 vjeçe. Po, Moshën 17 vjeçe, Sidorela u njoft me një djalë. po. Edhe na e prezantojnë familje, faktike ne si prind, si çdo prind, nga që ai ishte shumë e vogël dhe kishte shumë andra për shkollat, deshë shprehi gjithmonë që të bëj koreografe dhe regjizore, ne si prind nuk deshim se mos na mbyllot andra e Sidorelës. Edhe Pra ju vlezëri. ishi dakord që do vazhdonte për koreografe, Po, regjisore, ne ishim artiste. Gjithë ne mendoshim, gjithë shtëpia luftoshin për të. Kemi luftu vazhdimisht, si dy çunat, vajza e madhe, bashorti im edhe unë. Nana, e mbështet të si çdo nanë, se nanat edhe babat më shumë çik për vajzat. Ajo u njoftu me një djalë, e falenderoj shumë, ishte familje shumë e mirë, djalë shumë i mirë, por ne gjithmonë mendoshim se do i pritën andrat, si çdo prind. Ajo thote jo, andra ime do vazhdoj, u finalizu si përfundim në fejes. Këtë pastaj vazhdoshin të eftu, si çdo asambël e ftoshin jashtë shtetit. Kjo vazhdoi prezantuese, talentume, Pallati i Kulturës e Kërkote. Kjo vazhdoi tu shkput avash avash të u mbyll në atë botën e vet. Sidorel do vazhdoj shkollën, i thoshim ne gjithë. I di unë gjanat e mia, s'na shprehi. Erdh mas 3 vjetëve, kërkoj dasmën, kjo u shkput gradualisht, u mbyll në atë botën e vet, luftoshim për të, herë shkote, herë s'shkote, s'na tregote asnjë diçka. I bëm një dasëm, si në prallë. Pas dasmës, ishte e lumtur, ne gjithmonë na thote që unë jam shumë e lumtur. Mirë po, ne shqetësoheshim për të, shkaku Po më pse? shumë... Çfarë shenjash jepte ajo? Shkaku më shumë që ne shqetësoheshim, sepse nuk vazhdojnë shkollat, pse këputi talentin, pse kjo vazhdoj të mbyll në vetë vete, i di vetë gjanat e mia dhe heci vetë për para, s'na jepte asnjë diçka veç se do psohi, mbylli. Pasi e martum, iku me pushime me bashortin e vetë, si u kthy, i bësha telefon si prind, Sidorela çfarë ban? Jam tu latë, tu pastru, mbyllë telefonin, se kam punë, du të gatoj. Nuk ishte më jetë shoqërore. Jo, u mbyll gjithçka. Edhe me ne, vazhdoj të mbyll që s'na jepte asnjë. Ka pas shumë raste që thote mami, të lutem mos më merr shumë telefon se jam shumë e zanë, ose një ditë, prej ditëve,
Më thot bashorti im, mere si Dorelën i qik, thot, pyetësja. E mor, i thash, si Dorela, thash, lutëm me mamin, si je, qarë ban, ne e bishin, edhe kur vite këne, nuk epte material, ne e bishin shumë shpesh. Thot, të lutëm mami, thot, se s'kam shumë forcë. Pse s'ke forcë? Jem qike s'mun. E mor, e qojnë spital, dhe prape qova kë bashorti vetë. Si çdo nan, si çdo prind, gjoja se ka ndonjë problem goca, ka turp me u shpreh me familjen, ta mbështesim. Më thot djali i vogël, thot mami, mere si Dorelën ta qojmë, e qum. I bëm serum, i bëm analiza, e qum. Ajo pastaj filloi dhe më shumë të mbyll në atë botën e vet. S'na tregote asnjë diçka. Mirë, po vitin e kalu që iku, unë do martosha çunin e madh, kisha dasëm me 2 shtator. Unë i bëj telefon, mami, do vish, do rregullojmë dhomën e nusës, do bëjmë diçka. Po mami, një ditë pa prit, ishte mjes, qo djali i madh. Hap televizorin, kur hap televizorin, shef në lajme një njoftim. I thot babit vet, babi, qo, pse qarë ka nof? Mami thot, kësi Dorela, thot, kam vu tritol në familjen si Dorelës. Thot, hisni tikim, e dha në lajme. U tristum, i hipëm makinës, ikëm, qme i patje, si Dorela, ishin falë zotit gjithë shnoshe mirë, u gëzum shumë, që ishin shnoshe mirë, futëm dhomën e si Dorelës, në dhomën e si Dorelës ishin bë perdët, pluma, goca ka që janë të fjetë me bashortin e vete, falenderoj që ma kam mbrojt gocën, e pys, si Dorela, ishte të pastru, ishin gazetare gjanas, na interesojnë më shumë ato, edhe i tham, djali thot mami, a kishe gjë si Dorela? Jo, s'kishin as një sënë. Më thot djali i madh, ta morim ta qetësojmë shtëpinë një çik se traumë, mos kaloj një traumë të fortë. Traumin e kishe kaluar jo, po nes na e shprehte. Edhe i tham si Dorelës unë, mami, do në të vish të pushosh një çik në shtëpi? Trish 1-2-3 net sa të kaloj pak kjo bashorti i vet nuk e pengote ose familja. Jo, thot mami, unë s'po i lej babin e mamin vetëm këtu, e familjen. Shirete, tritol dhe plumba në shtëpinë e vajzës tënde. Po. Sa kohë ka kaluar? Kjo ka kalu me 2 shtator, një llogaritë edhe ditë para 2 shtatorit. Do me thënë, ka ndodhur rreth 2 shtatorit kjo gjë? Po, para një 3 javë para. Shirete, çfarë është për një nënë, shikoj që në shtëpinë e vajzës saj i vën tritolin? Për një nane, për një bab, u bëm për spital. Na iku gjaku në fund kamve, sa burrin tim e kapi zemra. Normal. Na kapi zemra të gjithve. Shkoj një javë, e bjerë bashorti se kishim dasmën ne. E sjell në mjes. Si Dorela, bëshin pregaditjet e fustanave, qarë dhe veshin goca, 2 motrat, rregulloshin. E shtyte motra e madhe, jo dhe veshish këtë fustan për këmiqt, apo jo këtë, ja për këtë. Do bëshim muzikë, ne dhe hapshim dasmën. Si Dorela ka hap dasmat e gjithë farefisit, si valtare. Eftoshin në për dasma si valtare dhe vendosëm që si Dorela të hap dasmën e vlajt. Në shtëpi. Pa prit, një fëmi hedh një kapsole, kur si Dorela vazhdoi vallën. Hedh një kapsole nga ato që bëjnë zhurmë? Po. Si Dorelës i bit fikt. Sa po dëgjoj zhurmën e kapsolës? E morim. E lidhi me diçka, besoj. U dërzu ra në tokë, në borë. E morin qunat, unë si nan, ikëm spital, më thot kjo ka kalu një traumë shumë të fort, më thot doktori, thot kjo ka nevoj për psikolog, por i thamë unë kam dasmën, të maroj dasma, sa të maroj dasma, në cakto ditën t'ja mund bëjmë diçka që ta majmë, thot po mirë, thot po si Dorela dojnë shumë tjetësi, si Dorelën ju nuk du ta mërzitni, 2. Po thash, kjo vazhdoj, thash të umbyll në atë botën e vetë ma para, as nuk hate, as nuk veshi, as nuk mati, ajo vajza që ishte talentume që i preqim ka një fustan një javë, që dilte parukjerën personale, që dilte në përskena. Ajo vazhdoj. Na thot, na jep garanci doktort, edhe një vajzë halë që e kam doktoresh, thot, do ta majmë ne në kontrol, thot, do japim ilaçe që ta qetësojmë, ta bëjmë qeshur,
vazhdum. Ditën e hanë që marroj dasma, ditën e martë ishte shumë e lodhur, e zugjumi, ditën e martë të qëmë spital. Atje vazhdum me ilaçe, vazhdova plus me ilaçe, vazhdova edhe me psikolog, që e përshëndes shumë, që më kam pështet. Edhe jam shumë e kënaqshme si çdo prind duhet luftoj për fëmijën e vet që nuk është turp, se këtu sikur u vjen turp një çik, më thanë se e çova ke psiatri ose ke psikologu, ka nevojë çdo njeri që Pa diskutim, në momente të vështira është këshillimi numër 1. Unë e i lajmëroj edhe bashortin e vet që si Dorelën e kam çon spital, ato kishin punë të veta, hesabet e veta, por jo të aktivizohet vishin, por thoshin, sjellnja, si ta sjellshim ne. Goca po kurrohi. E vendosëm që ta majmë ta kurrojmë gocën. Mirë po goca, fillimi e patë shumë të vështirë, mujtë e para. Se llogaritë 2 shtator deri më sot, sa ka. Pastaj vazhdoj t'u aktivizu një qik nëpërmjet psikologut, vazhdoj mirë, po si Dorela ka dhe një diçka që më mbyll në botën e vet, në jetën e vet, se nuk më del as ta morim, i thami vishit dalim pim një kafe. Jo, sa unë kam arrit si nan, të bëhem e smun, të shtrihem divan, për me morë si Dorelën, më nxjerr si Dorela ke klinika në Kams. Edhe mi i thanë unë i fërmjerës, mos më bësh mu një gjelpan, se s'kam gjavë, kam bë këtë punë që se nuk del goca. Të nxjerrësh vajzën nga shtëpia. Të nxjerr vajzën nga shtëpia. Pra ti gjen 100.000 lloj justifikimesh që të dalësh nga shtëpia dhe për këtë gjë të justifikosh ardhjen e si Dorelës tek ty. Unë si Dorelës duhet t'i tham që ajo duhet ta vazhdoj jetën ku e ka lanë. Nuk duhet jetë vajza e talent 22 vjeç. Mos ketë frikë, se ajo ka dhe frikë. Ne tani do t'japim momentin kur i kemi nisur mesazhin si Dorelës dhe më pas do të shohim nëse na ka ardhur në studio. E ndjekim. Këtu ndodhemi në një lagje të Kamsos, ku kemi ardhur për t'i dërguar mesazhin si Dorelës, që në fëmijëri ajo ka qenë apasionuar pas skenës dhe botës së spektaklit dhe është e mësuar me praninë e kameras. Por dy kohët e fundit është mbyllur paksa në vetvete. Nuk e di si do e përis vizitën tonë dhe për ta zbuluar le të shkojmë të takojmë. Mundem? Si jeni? Përshëndetje. Më falni për shqetësimin. Si kaloni? Unë quhem Tea dhe vi nga Diela Shqiptare nga televizioni Klan. Nuk e di në kam adresën e sakt, po kërkoj si Dorelën. Unë jam. Atëherë jam këtu për të thënë që në celularin tënd kam bërritur. Drite pas ke vajzën. Faleminderit. Ja ta pyesim Tean me njëherë, na ka ardhur si Dorela sot apo jo? Po Ardit, kam kënaqësinë t'ju them që si Dorela është këtu me ne. Mirë se vjen. Mirë se vjen. Si e? Urdhro. Po si të kam? Mirë, ju si jeni? Shumë, shumë mirë. Faleminderit që na erdhe në studio. Kënaqësia ime. Tani ti the kënaqësia ime dhe më njëherë hodhe syt nga monitori çikor se kush është ande në anën tjetër. Po bëre kurioztare dhe sytë tua tu janë. E lëm për një moment. Flasim pak bashkë. Në rregull. Di që ti je artiste? Dikur. Po pse dikur? Pse e ke lënë? Sepse më duhet të zgjidhja dikë tjetër para meje, kështu që zgjodha atë. Për para vetes? Po. Sakrifikove veten? Se nuk bëshin do të dyja? Sepse nuk u bënin, ishte zgjedhja, atë ose këtë. Po mirë, zgjedhja që bëre, nuk të ndihmonte dot që të realizoje ëndrrën tënde? Ja.
Jo, e ke diskutuar? Shpesh herë. Po pse, çfarë qëndron, çfarë pengon? Kurioztar jam, thjesht për të bërë muhabet. Çfarë pengon të personin atë nuk e di. Dhe sa më pengon të që nëse do vazhdoj arrogantime do humbisja atë. Kështu që më mirë thash të zgjedh atë, ardhmja ishte krati ardhmja ime, po ja që s'doli që t'ishte dhe krati. Mund ndërprend të dyja të ardhmet. Si ke marrëdhënie sot me të? S'kam asnjë lloj marrëdhënie. A nuk ke? As nuk do doja të kisha. Vërtet? Ja. Është e prerë kjo gjë. Tani do shkojmë së bashku se kush është nënën tjetër? Po. Shikoje. E prisja të ishte ajo, e prisja. Ka një mesazh për ty. Ta e dëgjoj. E dëgjojmë bashkë. Mami që të ka sjell këtu, ti e din se sa vuj unë për ty. Edhe gjithë familja jote, babi, edhe vlezrit, motra, farefisit gjithë. Unë kam këtë mesazh dhe ti të m'japish, nëse do mundësh, të ma japish një premtim. Mami du më të thanë që aty ku e ke lanë jetën, ti du të vazhdojsh. Për arsye se ti je shumë e vogël 22 vjeçe. Dhe ke akoma kohë që ti të hecish përpara si me shkolla, edhe patentën ta morrish, jo të ma lesh në gjys. Ni. E dyta, ke jeta private e jotja, ne asnjë nuk të përzimi ty. Ti morish vendimet si dush ti. Vlezrit, mamin, babin, gjaja, daja, qarke, ti i ke pronta. Do të mbështesim si që të kemi mbështet. Po dëshira jonë është që ti të vazhdojsh për koreografe dhe regjizure ashtu si që ke pasandru. Ni. Edhe ti duhet të veshësh, të mafësh, dalish, mos kesh frik nga askush. Se ti je mbyll me mrena në vetë vetën tate edhe nuk del. Edhe kur të thotë mami, ti heqish ato bijamat se na e ke shpif. Katë dytë, katë parë me bijama. Këtë mesazh Pak të vish tuta, jo me bijama. Edhe një qik dhe të hash. Atë pjesë të shojë. Këtë kemi ne për ty, këtë mesazh të kam sjell. E di që kohët e fundit jam mbyll shumë vetë. Të tjerët mendojnë që unë nuk e vuaj, por nuk duaj që të tjerë të vuajnë atë që vuaj unë. Dhe më mirë them problemet që kam t'i vuaj vetë, dhe jo familja. Se kam vuajtur shumë 5 vjetë me mua, edhe them që do i kaloj avash, dal nga dal, edhe prandaj jam shumë e mbyllur, e di. Mendon që të kanë marrë fund këto vuajtje? Në momentin që vendosa që të shkëputem, besoj se po. Tani ti ku jeton? Me mami, me babin. Çfarë të pengon të rifillosh? Nuk e di, besoj se nuk jam akoma e sigurt në vetë që ta hedh hapin, që të vazhdoj përsëri jetën, se është pak e vështirë të shkëputesh 5 vjet dhe ta nisësh përsëri nga aty ku e ke lënë. Por besoj që mund ta nis. Besoj që me mbështetjen e familjes time edhe do ta nis. Vetëm kam nevojë gjithmonë që ato të jenë krah meje. Njerëzit tjerë nuk më interesojnë, mund të flasin, mund të mos flasin, nuk më interesojnë, vetëm të kem familjen, asnjë gjë tjetër s'do. Ti ke qenë dhe me ansamblin Valltare, ke prezantuar, Po. u zhdukën të gjitha. U zhdukën sepse Bëre një zgjedhje, bëre një zgjedhje të momentit. ishte gabimi im që bëra, dhe u zhdukën gjitha. U shumëzuan të gjitha me 0. Je penduar? Shumë. Ndoshta po të mos e kisha bërë zgjedhje, nuk do vuaja as unë, as familja. Nuk do isha këtu ku jam sot. Si do t'ja bëjmë, nga do t'a nisim, çfarë do t'i thuash mamin? Mamit. Të gjitha ato që më kërkoj, unë ja thash dhe në shpinë që se je ti,
Mund të mi thuash më shtëpi, po e di që unë nuk dëgjoj shumë, e di. E kam këtë vezë që them po, po pastaj jo. Të pjesën që të haj më shumë, nuk haj dot më shumë. Po pse? Nga që ndoshta nga stresi nuk më të heq më ushqimi, duan një herë në ditë ose një herë në 2 ditë që të ha. Dhe nuk mund të ha më shumë. Do mundohem t'ja dal për hir të mamit. Pastaj kjo pjesa e bizhameve është pak edhe ato do i heq, sa të zgjohem mëngjes, nuk do i marr më gjatë gjithë ditës. Edhe pjesa që të dal, do i premtoj mamit të m'japi çiko, se nuk mund dal direkt, m'japi çiko që ta marr veten tamam siç duhet dhe unë të dal ajo, të jem ajo Cinderella që kam qenë dikur, që dilja e lirshme, me shoqërinë, kështu që me familjen një radhë parë. Ja premtoj gjitha dhe i them që e kam jetë. Është gjë më e shtrenjtë për mua. Mamin e ke shumë të fortë, po babin? Ja. Babi është më i dobët, ka dhe pikë të dobët. Ja, në fakt, nuk më ka mua pikë të dobët, ka motrën e madhe. Sa unë jam pika e dobët e mamit, e di, por babi nuk është edhe aq i fortë, për shkak dhe të gjendjes shëndetësore që ka nuk është, po mami është. Nuk e tregon asnjëherë vuajtjen, edhe sado që të vuaj. Dhe prandaj gjithmonë ne kemi gjetur mbështetje të mami, edhe te babi normalisht, po babi është pjesa që e vuan do pak më tepër. Mami na tregoi një sekret, që bën si e smur që ti të dalësh nga shtëpia. Kur nuk është e smur. E kam dyshuar këtë pjesë që bën, por s'ma kishte marrë mendja që mund të shkonte deri në atë fazë që ta bënte realisht. Se 1 e 2 edhe thot jam smur dhe unë direkt nga që bëhem merak, nga që e di që në të vërtetë e ka atë lloj problemi, dhe ngrihem dhe them shkoj në spital. Por dyshoj që e bën që të dal unë, sepse mua s'më pëlqen të dal. E bën kas për ty dhe kur shkon në spital i thot infermierës të lutem mos më bëj gjilpër se s'kam asgjë. Po, gjilpërën e blej unë gjithmonë, kjo po më bën dyshim, se nuk futem aty mbrënda nga që erën e spitalit e kam shumë problem, dhe vetëm me shoqërit dhe të dera. Aq i mjafton asaj, ti blen gjilpërat, por gjilpërat asnjëherë nuk bëhen. I doli sekreti, nuk do tajmë atë qëllijë. Tani ajo i ka bërë të gjitha dhe ka ardhur deri këtu. Dhe sigurisht i fjalën ja dhe ne do donim që ti ta rifilloje sa më shpejt jetën tënde, aktivitetin tënd dhe gjithçka të bukur. Faleminderit. Besojmë, e morëm fjalën tënde apo jo? Po, fjalën po. Jam Dibrane, e maj besën, kështu që. Më vjen shumë mirë. Mami, përqafojmë gocën. Ti zot ma kishe bo. Super gocke. Super goc. Faleminderit. Dhe po shikoja edhe në monitorin që kemi ne, është dhe shumë televizive. Po. Ka humbë goca kot. Çfarë ti bën? Prandaj e solla këtu. Prandaj e solla. Ne morëm atë që deshëm dhe unë jam shumë i lumtur për këtë gjë. Unë do doja të spostoshim pak më mbrapa, ju lutem. Okej, qëndrojmë këtu. Dhe ti gjithmonë ke qenë ajo që ke filluar vallen e para, apo jo? Gjithmonë, po thuaj se gjithmonë, sepse kishe edhe vend për tjerët. Mirë, po, sigurisht, po, shumë e rëndësishme kur e merr vallen, apo jo? Kur e ka ballën, a? Po, normalisht që po. Bukur. Po, ta fillojmë që këtu? Po, ta filloj. E fillojmë që këtu? Jo, nuk do jesh vetëm? Hajde ulemi bashkë, ta lëm gocën në duar të sigurta.
E jani, vajza, e jani. Këtë gocën me flokët e verdha, këtë e du shumë. E do shumë Gjeni. Po, unë e du, edhe kur ndro flokët e pysh si Dorelën, cila Gjeni, se mu humë. Edhe e përshëndis nga zemra. Si Dorela, po tina çudit, e? Do me thënë, unë kur filloj, unë nuk e dija se cila ishte valli që ju do të kërcenit, edhe kur filloj valli, a thosh, kuaj pas kanë gjetur, hajde tani, si kuadrohet si Dorela në këtë valle. Ja, i di të gjitha. Ti di gjitha. Dhe çdo njeri që ti jesh e bindur, çdo njeri dhe thonë, ja më këto kanë bërë prova, nuk është e mundur. Ja, është momenti parë që po i takoj. Ka mësu 300 zënës kjo. I ka mësu me... E goca, ishte partneri shkëlqyer, ha? Faleminderit. Shiko, të shëndoshe dhe pak si Dorela dhe kujdes ju. Kur doni vasjellim. Pa me shumë knajsi, Atëre si Dorela, shiko, unë mendoje pak, po do të ma thuash tani. Mendoje pak. Pas ka i mesazh për ty, ne kemi pauzë, dhe pastaj në orën 4 ne fillojmë Telebingun shqiptare. Opa. Ti e kupton se çfarë duhet të them, apo jo? Tani u bllokova, sinqerisht. Do doje që të ishe pjesë e Telebingos me Andresën. Shko, thot mami, shko. Të zgjidhnim zarfet bashkë, kundra bileta, të ishe pjesë e Telebingos shqiptare, bashkë me Më vajza. lër tash i mua të vendos. Më solli këtë. Po, tani mendoje pak. Do doje të ishe, do jemi bashkë me këtë publik, në këtë sallë të bukur, dhe ti sillim fat njerëzve. Pse jo? Dakor. Dakor? Shumë mirë. Jam shumë i lumtur, atëre me si Dorelën nuk përfundon këtu, ne do të jemi së bashku në Telebingun shqiptare, që i qetësohu, kemi një restorant shumë të mirë, fillo hanga pak që të marrë shpejten. Cili është ushqimi ju t'i preferuar? Unë s'kam asnjë lloj ushqimi të preferuar. Vërtet? Ja. Nuk jam thjesht mos jem produktet e mishit, peshkut, tjat janë, nuk i kam problem. Që një vegetariane, fare. Mirë. Atëre, që nga dhe ekonomike përveç të tjerave. Po, mirë, në neverdis, për isha ka. Okej, atëre ne, me Dorelën do të shemi në orën 4, ndërkohë për të gjithë ju që dëshironi që t'jeni në programin ton, numri telefonit është 068 22 00 004. Si na kontaktove? Me numrin e telefonit, për arsye se e kisha këtë aty, edhe e bëna bjedhas me telefon tjetër. Para se më ikni tani. Po mendoja të takoja pak me Joni Peçin. Do doje ta ndryshoj veshjen apo do ishe me këtë veshje? Ta shojmë. Ta mendojmë. Kemi Facebook, Edila Shqiptare, Facebook, Televizioni Klan, Facebook, Anda Media, gjithashtu dhe e-mailin dhe ju në shkruani në qoftë se doni të ndryshoni jetën e dikujt që e doni shumë, në qoftë se doni që t'jepni një mesazh për të mbyllur një kapitull dhe për të filluar një të ri. Një mesazh për familjet tuaja, e janë këtu sepse unë e them gjithmonë, ne jemi familja e madhe dhe këtu ka shumë dashuri. Vazhdojmë programin. Faleminderit mam. Faleminderit.